pra ku po çon ujin, por nga ana tjetër janë disa zjarr fikse këtu të cilat kanë ngritur edhe patjetër nuk diskutohet vlerësimi për ta, sidomos akti që njëri prej tyre i cili ka shkuar tashmë për të marrë ndihmën e shpejtë hyri në ndërtesë për të shpëtuar jetën e një qytetare, një zonje e cila ishte në moshë dhe kishte pamundur, pra ishte bllokuar në banesë patjetër, por nga ana tjetër ende situata vjen të jetë e vështirë, duke qenë se në katin e 5 dhe të 6 flakët thuajse kanë përpirë gjithçka. Pra është një moment vërtet i vështirë teksa është duke u përpjekur punojësit e zjarfikses për të shuar flakët si nga pjesa e çatis, po nga ana tjetër edhe në pjesën tjetër nga toka, teksa janë duke u përpjekur për të shuar flakët. Pra kujtoj dhe theksoj që deri tani në këto momente ka qenë vetëm një zonjë e cila është evakuuar, është shpëtuar në një mision të vështirë, do duhet thënë, sepse flakët ishin fare pranë banesës së saj, katit ku ajo banonte, dhe u bën e mundur që falë ndërhyrjes së punojësit zjarfikës të shpëtohet jeta e saj, ndërkohë që flakët vijojnë të jenë prezente, sidomos e theksoj në katin e 5 dhe 6 situata mbetet problematike, ndërkohë që po tentohet që zjarri të shuhet vazhdimisht nga punojësit zjarfikës, të cilët janë prezent si nga tarraca, por nga ashtu edhe nga toka. Por e kujtoj dhe theksoj që deri më tani prezent, pra me fikjen e zjarrit, është vetëm zjarfiksi i cili është në çati të pallatit, ndërkohë që nga toka deri më tani po vijon tire dhe puna e zjarfiksit që ndodhet në taracën e këtij pallati, Osman, sepse tymi duket se nuk po na lejon as të shohim me jo më, besoj unë, zjarfiksi që ndodhet aty lart të mund të marrë frymë, shumë e vështirë kjo situatë. Nuk e di nëse do të duhet forcat përforcuara që të mund t'i vinë ndihmë kolegut, po ashtu edhe në pjesën poshtë që ka flak zjarri. Atëherë po shikojmë përsëri ndoshta një tentativë të personit i cili pak më parë hyri në ndërtesë, po krye përsëri një njëjtin akt në një tjetër hyrje. Pra është përsëri i njëjti zjarfikës i cili po guxon përsëri për të hyrë në një tjetër kat, në një tjetër banesë, edhe pse flakët janë fare pranë tij, në një situatë vërtet të vështirë, teksa arrin përsëri të hyjë në këtë banesë. Nuk e dim çfarë është duke ndodhur aktualisht dhe pse ky zjarfikës është duke tentuar për të hyrë në katin e 5 të këtij pallati. Përsëri është pra tentativa e tij për të hyrë në këtë kat, nuk e dim për çfarë, por është një zonjë tjetër. Atëherë është një zonjë tjetër e cila si duket është po kërkohet të evakuohet. Është një zonjë tjetër, ka një banore në këtë apartament? Tentativa është një banore tjetër, nuk e dim i cili kati është, por është një banore, por shikoj që përveç personit i cili është që ne e pam teksa hynte dhe ngjitej me guxim në katin e 5, ka dhe zjarfikës të tjerë që ndoshta kanë hyrë në të tjera drejtime drejt hyrjes apo katit, dhe madje i kanë ofruar edhe kokoren e cila është mbrojtëse për çdo lloj situate të mundshme zonjës për ta evakuuar edhe atë. Pra është një situatë ku tashmë flakët kalojnë në planin e dytë, sepse e rëndësishme dhe mision tashmë është jeta e njeriut. Edhe se potencohet që shohim por si duket misioni është jeta e njeriut, dhe si duket zonja është personi i dytë i cili po evakuohet nga kjo ndërtesë, nga flakët të cilët ndodhen fare pranë personave të cilët janë duke evakuuar një tjetër zonjë, e cila tani në këto momente pritet të evakuohet. Paktën këtë kam arritur të shoh në këto momente, teksa punojësit zjarfikës janë duke tentuar të shuajnë flakët të cilat ndodhen fare pranë tyre. Pra është një situatë, një moment i vështirë, duke qenë se tymi aty është mbizotëruesi i gjithë situatës, flakët janë fare pranë, dhe ndërkohë punojësit e zjarfikses janë duke luftuar
për të shpëtuar jetët e njerëzve të cilët janë të bllokuar në një mision vërtet të vështirë. Mision i vështirë, por gjithsesi jemi në pritje. Ja të shohim zonjën e cila po ndihmohet dhe asistohet nga forcat zjarfikse në mënyrë që është momenti tashmë Ina kur punojësit zjarfikës janë duke nxjerrë nga pallati zonjën e cila ka qenë ndodhur brenda pallatit në momentin që zjarri ka rënë brenda pallatit. Ndërkohë ka vonesë. Ne do mundohemi që zonja ndoshta është të paktën në pamje të parë ishte në gjendje të mirë shëndetësore, por urojmë që të jetë shumë mirë. Po duket se ka një lloj hezitimi. Janë duke marrë masat e duhura që edhe zbritja, duke qenë se patjetër ka është terren i vështirë, është e kuptueshme. Edhe pjesa lart e kateve të cilat janë të djegur apo në flak mund të ketë shkëputje të materialeve të caktuara dhe për këtë arsye zjarfikësit kanë marrë të gjitha masat teksa janë duke u përpjekur për të shuar flakët, por më e rëndësishmja për të shpëtuar jetën e një qytetare e cila ka qenë bllokuar për minuta të tëra në banesën e saj dhe ku po tentohet tashmë të zbritet. Pra, është një mision i mirëfillt shpëtimi ku zonja, pra kemi pasur një zonjë momente më parë që është evakuuar, u shpëtua teksa flakët po kalonin në katin e saj dhe tashmë është momenti tjetër ku një tjetër zonjë është duke u zbritur me shkallët e zjarfikësve të cilët pra ditën e sotme kanë kryer një punë të lavdërueshme, sidomos në shpëtimin dhe ndërhyrjen e tyre të menjëhershme për të shpëtuar jetët e banorëve të cilët kanë mbetur brenda pallateve, brenda hyrjeve të tyre, duke qenë se ka qenë e vështirë që dalja, evakuimi i tyre, duke qenë se në mënyrë të menjëhershme zjarri ka përpir pjesë konsiderueshme të këtij pallati. Pra, është duke vijuar misioni i shpëtimit për zonjën e cila është një zonjë në dukje rreth 50-60 vjeçare dhe nga ku punojësit zjarfikës janë duke u përpjekur për të shuar flakët, teksa vijojnë ende situata të jetë problematike në katën e 5 dhe 6, teksa shikohen edhe flakët të cilët kanë përpir gjithçka. Pra një situatë vërtet e vështirë teksa po luftohet nga tarraca një zjarfikës atje i cili mundohet për të shuar flakët, sikundur edhe nga toka në një mision shpëtimi për zonjën. Një situatë kjo teksa po bëhen përpjekje jashtëzakonisht shumë të mëdha për të pasur pikë së pari në vëmendje dhe si mision shpëtimin e jetës së qytetarëve banorëve të këtij pallati të cilët kanë mbetur të bllokuar. Ndërkohë ka tjetër banor Osman të jetë për të krijuar një perimetër sigurie. Urojmë mos ketë më banor, kjo të jetë zonja e fundit që nxirret dhe banesat apo apartamentet të jenë bosh, sepse kjo do ta ndërlikonte akoma edhe më shumë situatën. Urojmë të mos kenë lëndime zonja që shohin dhe po ashtu zonja tjetër që është shpëtuar pak minuta më herët. Shohim një terren goxha i vështirë i forcave zjarfikse për të bërë të mundur shpëtimin dhe zhvendosjen e kësaj zonje që prej disa minutash ndodhej e bllokuar brenda apartamentit të saj e pa mundur për të dalë. Po Osman. Atëre është zonja që po zbret, duket se është në gjendje të mirë dhe patjetër e urojmë, ndryshe nga zonja e cila u shpëtua më herët, e cila duke pak në gjendje më të vështirë, madje u kërkua që ajo të dërgohej menjëherë në urgjencë për shkak të situatës së saj disi të vështirë. Gjithsesi edhe urojmë edhe për të që situata të jetë jashtë rrezikut për çdo lloj situate të mundshme dhe vijojmë të përqendrohemi në këtë situatë ku tashmë flakët e zjarrit kanë përpir katin e 7, në mos gaboj është kanë përhapur edhe në katet më sipër pra i këtij pallati. Po.